Përshëndetje TikToku. Bishti qenit, sa do që ta drejtosh, po bisht qeni ngelet. Ja, bishti qeni. Pra, fleksioni i pjagjus, shikoni ba, i thym, i masakrum. I ardh deri në fund, i degradum. Muzik. E lirëm. E shohim që bëhet. Pra, i thym, i degradum nga gjithë krahët. Ky është fleksioni. Në gjithë susta, tu. E po qatë bëjmë të shi? Kjo është situata. Kjo do hapëm për do të blinë dysh. Centrifuga. Plazh. Sot operojmë me fleksionin original pjagjus. Pra, kemi thënë, ose montojmë qepat e malosit bashkë me këmbanën, që janë më të mirat në planet, ose në të kundët montojmë produktin original i cili del nga fabrika. Sot operojmë me qepat e këmbanë të pjagjus genuin. I shikojmë pra bashkarisht, janë të pjagjus. Na hapim kutinë, shikojmë. Kjo pra është këmbana originale e pjagjus. Ka dhe datën e prodhimit 25 prill 2023. Ja dhe qepat pra 24 prill 2023. Këto janë qepat genuin originale që del motori nga fabrika e pjagjus. Mos harroni, montoni në motorin tuaj vetëm produkte originale. Na besoni ne specialistëve për këtë pjesë, mos besoni njerëz që nuk kanë kredibilitet në oficinat e vendit. Faleminderit.